Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku jemi sërish së bashku, do të fillojmë të komentojmë një diskutim që në fakt po ndodhen në shtëpinë e Big Brotherit ditën e sotme mes Rozanës edhe Gjestit. Rozana dhe Gjesti sot ka nisur një diskutim shumë të fortë, një diskutim që ka arritur deri në lot. Rozana është mërzitur shumë, sepse edhe Rozana ndonjëherë thyet shpirtërisht nga ana e Gjestit, se në shumicën e rasteve ato po i ndihmojnë shumë njëri tjetrit dhe po japin shumë energji njëri tjetrit në shtëpi. Por gjithsesi, jam duke ndjekur momentalisht edhe në faqen zyrtare të Big Brotherit se çfarë po bëhet. Diskutimi ka nisur shumë i madh dhe kanë filluar të ofendojnë njëri tjetrin. Rozana i thot Gjestit që nuk ta fal kur më në asnjë mënyrë që po mundohesh të më denigrosh, që po më kthehesh prapa shpine gjithmonë, që po mundohesh të më ulësh non stop, por edhe preket shumë se i thot të kam dashur si djalin tim, të kam dashur si fëmijën tim. Nga dhoma e gjumit, të dy banorët që po grinden, kanë dalur tek kuzhina. Rozana po ja numëron një për një me gishta se çfarë ka bërë për Gjestin në Big Brother, ndërsa edhe Gjesti po shkon ja numëron të gjitha gjërat Rozanës. Zdënka e tyre po bëhet shumë e madhe, domethënë të gjithë banorët po bëjnë spektatorin në shtëpi, teksa Gjesti dhe Rozana po grinden shumë mes njëri tjetrit. Tani janë një dyshem që kanë krijuar një shoqëri në shtëpinë e Big Brotherit. Janë një dyshe që kanë krijuar një miqësi shumë të mirë, por janë një dyshe që po luftojnë shumë dhe po grinden tepër mes njëri tjetrit. Situata nuk arriti në dhunë verbale, por Rozana u ndje shumë e lënduar nga ana e Gjestit dhe u ndje shumë e parespektuar nga ana e Gjestit se si Gjesti po e manipulon situatën sipas Rozanës dhe se si Gjesti po e hedhën në një farë mënyrë Rozanën. Rozana i tha që mua nuk më duhet një lidhje dashurie në shtëpinë e Big Brotherit për të vazhduar lojën deri në finale. Është publiku ai i cili do ta vlerëson qëndrimin tim në shtëpi, është publiku ai i cili do të vendos lojën time në shtëpi dhe është publiku ai i cili do të merret me këtë situatë brenda kësaj shtëpie. Mua tha nuk më duhet asnjë lloj mbështetje, mua tha nuk më duhet asnjë lloj situate, mbi të gjitha tha. Janë të ndërtuara ngjarjet, marrëdhëniet që ndodhin në këtë shtëpi. Unë dëshiroj të marr mendimin tuaj në raportin e Gjestit edhe të Rozanës, çfarë po ndodhen në këtë lojë, pse sot ato të dy janë ngritur shumë të revoltuar, shumë të nevrikosur dhe kanë përfunduar deri në lot konkretisht Rozana po qan me lot në këtë diskutim.